paraqet Zyrapi për shqetësimet e ZPS-s, se pretendimi i ZPS-s në dosjen e tyre përfundimtare, se disa drejtori në shtabin e përgjithshëm janë përdorur dhe kanë shërbyer për zbatimin e qëllimit kriminal të përbashkët, përfshirë drejtorinë për administratë civile, drejtorinë e policisë ushtarake, drejtorinë e personelit. Megjithatë, të gjitha këto drejtori ishin vartës të Bislim Zyrapit në cilësinë e tij si shef i shtabit të përgjithshëm. Ju shihni këtu në këtë diapozitiv organigramën e shtabit të përgjithshëm, të cilën ZPS-ja u tregoi juve të hënën. Ju shihni këtu se këto drejtori ZPS-ja pretendon se këto drejtori kanë qenë drejt për drejt në mënyrë të drejt për drejt vartës të Zyrapit. Ju shihni këtu se nuk pretendohet se ato kanë qenë të vartës të drejtorinë nën autoritetin e zotit Hashim Thaçi. Duhet gjithashtu të keni parasysh se edhe të mbani parasysh të konstatoni se ZPS-ja konfirmoi se përveç të akuzuarve, ato në kutitë e zeza janë antarë të pretenduar të NKP-s dhe ata që nuk janë në kutitë e zeza nuk pretendohet të jenë antarë të ZKP-s. Zyrapi është njëri prej atyre që nuk pretendohet të ketë qenë antar i ZPS-s, i NKP-s. ZPS-ja, para diapozitive 20, ZPS-ja gjithashtu burin duke në theksoj deklaratën e tyre përmbyllëse se Zyrapi merrte raporte nga zonat lidhur me luftën speciale. Megjithatë qëndrimi i tyre është po ashtu se zoti Zyrapi nuk ishte në NKP. Para diapozitive 21. Tani si mund të gjej përputhje të bëj ZPS-ja midis qëndrimit e saj se drejtoritë e shumta në shtabin e përgjithshëm zbatonin qëllimin kriminal të përbashkët, edhe ndërkohë që personi përgjegjës për udhëheqjen si udhëheqës i këtyre drejtorive nuk pretendohet të ketë bërë një gjë të tillë. Dhe si ai mund të mos ketë qenë në dijeni të këtij qëllimi të përbashkët, të këtij qëllimi kriminal, nëse këto drejtori ishin të varura nga ai. Diapozitivi 22, çështja tjetër për shqetësimet e ZPS-s është pretendimi i përsëritur në gjithë dosjen përfundimtare se shtabi i përgjithshëm ka marrë vendimet në mënyrë kolektive përmes një procesi vendimarrjeje kolektiv. Shihni paragraf 64, 103, 113, 471, 480, 481, 504, 512, 515, 612 të dosjes përfundimtare. Në fakt, në paragrafin 64 ZPS-ja parashtron se mbështetet në deklaratën dhënë të PNJ-s në vitin 2006 nga Sokol Bashota për pretendimin se, dhe po citojmë këtu, ka patur një vendim kolektiv të shtabit të përgjithshëm anë të cilit autorizoheshin masa shtesë për ndaj bashkëpunëtorëve. Provat e ZPS-s, qëndrimi i ZPS-s është se shtabi i përgjithshëm ka marrë këto vendime në mënyrë kolektive përfshirën për çështjen e kolaboratorëve. Diapozitivi 23, çështja e qëndrimit i ZPS-s gjithashtu, apo provat e ZPS-s nuk pretendojnë se Zyrapi si shefi i shtabit të përgjithshëm ka qenë vet antar i NKP-s. Në dosjen e tyre përfundimtare, ZPS-ja ka sqaruar më tej se zoti Zyrapi pretendohej dhe këtu citojmë të mos ishte pjesë e rrethit të brendshëm të shtabit të përgjithshëm në të cilin të ishin të akuzuarit dhe se, citojmë, nuk kishte besimin e plot të antarëve të UÇK-s përfshirë të disa antarëve të shtabit të përgjithshëm, që përrjedhoi, citojmë përsëri, këta faktorë ndikojnë në shkallën në të cilën antarët e NKP-s do të diskutonin në mënyrë të hapur politikën ndaj kundërshtarëve me të. Siç e tha më herët, kjo u konfirmua edhe në deklaratën përmbyllëse. Duke lënë me një anë për një çast mungesën e besueshmërisë deklaratës dhënë të PNJ-s nga Bashota në vitin 2006, tani të cilën do ta trajtojmë më vonë, ZPS-ja, duke pranuar se Zyrapi nuk ishte antar i NKP-s, në mënyrë të qartë pranon se vendimarrja kolektive edhe në rastin e politikës ndaj bashkëpunëtorëve nuk e vën automatikisht çdo antar të shtabit të përgjithshëm si pjesë të NKP-s. Ndryshe ZPS-ja do të kishte identifikuar Zyrapin si antar të NKP-s, veçanërisht duke qenë se ishte shefi i shtabit të përgjithshëm.
To draw these inferences. ZPS-ja kërkon që të nxjerrin këto deduksione pas një gjyqi në të cilin ZPS-ja ka pasur frikë që t'i tregoj vetëm një dëshmitari të vetëm nëse ishte ky i prokurorisë apo i mbrojtjes. Ka pasur frikë ZPS-ja dhe nuk e përdor lehtësisht këtë fjalë. Ka pasur frikë që argumentet e saj t'ia tregoj dëshmitarëve dhe ky është një pranim se ç'mendon ajo për argumentet e veta, se si nuk ka prova konkrete për t'i konfrontuar dëshmitarët dhe për t'i hedhur poshtë argumentet e tyre. Diapozitivi 29. Deri tani, jurisprudenca e gjykatave ndërkombëtare e tribunale ka konkluduar se NATO e ka ndërhyrë ushtarakisht në Kosovën në 99 në përgjigje të një në KP-je serbe që filloi më vonë. Kërkon juve që të përfundoni që pavarësisht presidenti i Serbë, një shtetit organizuar, nuk ka patur përgjegjësi penale për krimet masive të luftës dhe krimet kundër njerëzimit, për shkak se nuk ka patur kontroll efektiv. Vetëm bazuar mbi deduksion, ju duhet të konkludoni që udhëheqësi politik i shqiptarëve të Kosovës dhe UÇK-s, një grup i armatosur jo shtetëror i cili kishte ekzistuar vetëm për disa muaj, ka patur kontroll efektiv dhe ka marrë përgjegjësi penale. Ky rezultat do të jetë perversion historik dhe një padrejtësi ligjore dhe historike. Diapozitivi 30. Të nderuar gjykatës, argumentet e ZPS-s nuk përbëjnë interpretimin më arsyeshëm të vetëm të provave, që është standardi që duhet arritur me qëllim që ju të rishkruani historinë e Kosovës në këtë rast dhe për ta gjetur fajtor Hashim Thaçin. Ka dyshime të bazuara të mjaftueshme për ju që ta falni atë, që ta shpallni atë, jo fajtor për të gjitha pikat e akuzës. Tani do të kthehem me seksionin që ka të bëjë nëse ka patur apo jo një NKP. Diapozitivi 32. Në thelb të argumenteve të ZPS-s është pretendimi qendror që ka ekzistuar një synim bashkë kriminal për të marrë dhe për të kontrolluar të gjithë Kosovën përmes krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Siç e kam thënë, ZPS-ja ju kërkon juve që të konkludoni pa për të arsimit të dyshimit të arsyeshëm që ka ekzistuar ky synim penal bazuar mbi deduksione të qarta dhe nuk ka patur prova të drejtë për drejtë që ka ekzistuar një plan i tillë, nuk ka patur prova të takimeve ku është diskutuar ky synim, nuk ka dokumente shkresore që të tregohet që është rënë dakord apo është diskutuar ky synim, nuk ka dhënë asnjë dëshmitar lidhur me ekzistencën e këtij synimi. Në fakt, secili prej dëshmitarëve që ka patur mundësinë që të flasë me këtë çështje e ka hedhur poshtë teorinë e ZPS-s. Dhe më keq, ZPS-ja nuk i ka përpyetje për këtë asnjë dëshmitari. Pretendimi të anën i ZPS-s që po shfrytëzon të provat e drejtë për drejtë për të mbështetur argumentet e tyre, në fakt është keq kuptimi drejt për drejtë se çfarë është një provë drejt për drejtë. Prova e drejtë për drejtë është një provë e cila provon në fakt pa patur nevojë për të pasur deduksione. Çfarë ishin provat e drejtë për drejtë të një synimi të përbashkët kriminal, të cilin nuk e njihte zyrapi, që nuk e ka njohur zyrapi apo komuniteti ndërkombëtar. ZPS-ja nuk ka dhënë prova që të jenë mbatur takime të shtabit të përgjithshëm ku të jetë diskutuar lidhur me synimin e përbashkët kriminal, apo të jetë rënë dakord me këtë. ZPS-ja nuk ka bërë asnjë pretendim në dosjen e saj që Thaçi ka marrë pjesë në takimet të shtabit të përgjithshëm ku është diskutuar shënistrimi i kundërshtarëve. 33. ZPS-ja ngre pretendimin e tërësishëm në paragrafin 75 të dosjes së saj që janë diskutuar rregullisht në mbledhjet e takimit e shtabit të përgjithshëm lufta speciale dhe kundërshtarit, por nuk ka patur diskutim në dosjen e ZPS-s lidhur me takimet e kësaj natyre. ZPS-ja ja e lë trupit të gjykues që të kontrollojë poshtë shënimet dhe për të gjejë këtë dokument me qëllim që të kuptojë se për çfarë takimesh ka fjalën ZPS-ja dhe çfarë është diskutuar në këto takime. Dhe po të kontrollon këto pushënime, shihet se përse e ka shpangur ZPS-ja diskutimin e substantiv apo thelbësor të takimeve të shtabit të përgjithshëm. 34. Për shembull, në pushënimin 283, ZPS-ja arrin të identifikojë vetëm 2 takime ku pretendon që të jetë diskutuar kundërshtarët dhe lufta speciale.
takimin e 16 gushtit dhe një tjetër të 29 dhjetorit. 35. Takimi i 16 gushtit ishte takimi në të cilin është bërë një diskutim i posaçëm lidhur me shenjëstrimin e UÇK-s nga ana e Tahir Zemrit dhe Farkut, me qëllim që ta merrin kontrollin e saj. Së pari, ZPS-ja nuk ka vërtetuar që zoti tha që të ketë marrë pjesë në këtë takim në fare. Në fakt, në dosjen përfundimtare, ZPS-ja as nuk e ngre pretendim që zoti tha që të ketë qenë pranishëm në këtë takim të 16 gushtit dhe dëshmia e Bislim Zirapi që ndodhet në ekran, edhe intervista e tij për ZPS në dëshmia në sallë, ku ka konfirmuar që ai ka qenë pranishëm në këtë takim, por nuk i kujtojnë se zoti tha që të ketë marrë pjesë. Diapozitivi tjetër nuk duhet transmetuar publikisht, është diapozitivi 36. Së dyti, trupi gjykues ka parë prova që nuk ishte UÇK-ja e cila ka shënjestruar Tahir Zemrin, por Tahir Zemri dhe Bujar Bukoshi, të cilët kanë shënjestruar UÇK-n me qëllim që Bukoshi të merrte kontrollin e UÇK-s. Provat nuk tregojnë që të jetë mbajtur në një diskutim një politike të gjerësishme që të shënjestrohen kundërshtarit me qëllim që të merrë kontrolli i Kosovës dhe të ushtrojë kontrolli mbi territorin e saj. Diapozitivi tjetër mund të transmetohet publikisht, është 37. Takimi i dytë që citon ZPS është takimi 29 dhjetorit, në cilin zoti tha që nuk ka marrë pjesë për shkak se nuk ishte fare në vend dhe ZPS-ja nuk ka pretenduar që ai të ketë marrë pjesë në këtë takim. Për rrjedhoj, në dosjen e saj përfundimtare, ZPS-ja nuk ka qenë në gjendje të identifikojë asnjë takim të vetëm të shtabit të përgjithshëm, në të cilin të pretendojë që të ketë marrë pjesë zoti Thaçi dhe ku të jetë diskutuar tema e kundërshtarëve dhe luftës